Se disa vinë për 2 javë, me syze të mëdhaja e me çanta të shtrejta, edhe menojnë që na këtu jemi ma poshtë. Hyn lokal, e sheh kamarierën prej nalti, flet me ton sikur krejt Prishtina o e saj. Ajo vajza që po të shërbeni ka punë më mirë se kjo që ja rreh vetë nalt. Mua më pengon kur thojnë, te na jashtë femrat janë ndryshe. Ani miq, po mos e përdor atë fjali me na ul neve këtu. Edhe na dim me jetu, veç kemi kushte tjera. Ma shumë më pengon kur flasin shqip me zor veç më u duk ma ndryshe. Krejt jetën me prind kanë fol shqip, po kur vin këtu, paprit mas po din me lidh 2 fjalë. S'kam asgjë kundër tyne, se ka shumë vajza diasporës që janë shumë normale. Vinë me mall, me respekt, rrinë me familje, po ato që vinë me mendje madhësi i prishin krejt. Kur jemi bashkë në familje, presin krejt me ju bogati, nana me gatu, motrat me pastru, dikush me i çu në përvende. Po pse? As i arte familja, i arte në hotel. Edhe kur dalin me djem këtu, disa sillen sikur po ajo o mbret në shtre. Thojnë djemt e Kosovës janë kështu, janë ashtu. Unë veç kisha thënë, hajde në Kosovë, knaqu, rri me familje, veshu qysh duash, jeto qysh duash, me pas respekt.